për Partinë Demokratike interesi më madhor kombëtar është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kur them këtë, them që ajo do mobilizoj çdo potencial, do miratoj çdo ligj, do marrë çdo vendim, do nërmarrë çdo reformë në funksion të këtij procesi. Por ka një dallim esencial midis alternativës tonë dhe kësaj qeverisë ekzistuese. Ne këtë proces e pranojmë si një proces të bazuar në meritën e funksionimit të shtetit ligjor dhe ekonomisë tregut. Largimi i trurit, hemorragjia trunore dhe hemorragjia rinore janë fenomenet më të rënda, plagët më të rënda të këtij vendi. Ne do bëjmë gjithçka nëpërmjet brain gainit dhe nëpërmjet programeve të veçanta për të rinjtë që Shqipëria të bëhet vendi ëndrrës tyre, ëndrrës së ditës tyre. Shqipëria që sot është një vend ku të rinjt nuk imagjinojnë se mund të ndërtojnë ëndrrën e ditës, ëndrrën shqiptare, projektin e tyre, ne do ta bëjmë një vend plotësisht të jetueshëm, një vend ku të besueshëm për ëndrrën shqiptare. Rrugët janë abuzimi më i tmerrshëm që ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. Kam shpallë dy veprat, po t'i quajmë të emergjencës, janë autostrada, tre veprat, autostrada Shkodër-Milot, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, bypassi Elbasanit. Çdo qendër e vogël do të lidhet me rrugë automobilistike me aksin kombëtar. Zero tolerancë ndaj korrupsionit. Korrupsioni luftohet me ligje dhe zbatim ligjesh. Do bëhet një bilanc i përgjithshëm, një audit i përgjithshëm i vjedhjeve 12 vjeçare në mënyrë që të gjenden fondet ku kanë shkuar, tu rikthehen paratë shqiptarëve, por që dhe shkurat mos mund të përsëritet më. Pushteti vendor është thruar në një vasal të pushtetit qendror. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, ju keni shumë të drejtë. Kushtetuta e Shqipërisë i jep autonomi të plot pushtetit vendor. Kushtetuta e Shqipërisë nuk lejon qeverinë qendrore t'i diktoj qeverisë vendore. Vota do lexohet drejt sepse aty kemi përfaqësuesit tanë, por ftoj çdo emigrant që u bllokuar nga sistemi të bëjë çdo përpjekje për të ardhur dhe votuar direkt në Shqipëri si një kontribut historik për vendin dhe kombin e tij.